Kryeministri Albin Kurti tha se ndërhyrjet e Serbisë kanë qenë kryesisht hibride, duke përdorur joshjen, kushtizimin financiar, friksimet dhe sulmet kibernetike. Presidenti i Serbisë ka deklaruar vazhdimisht se vetëm lista serbe e mbron Serbinë në Kosovë. Ai ka inkurajuar të gjithë aktorët e tjerë, shtetëror, jo shtetëror serb, që të cenojnë gjithë procesin zgjedhor në Republikën e Kosovës. Krahas kësaj e për të njëjtin qëllim, presidenti i Serbisë e ka autorizuar kryeterroristin Radojčić për zhvilluar planin e ndërhyrjes në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Ai tha se autoritetet e rendit në Kosovë kanë marrë dëshmi të qytetarëve për ndërhyrje të drejtpërdrejtë në procesin zgjedhor dhe sipas tij janë përdorur të paktën 10 metoda përfshirë përçarjen e rivalëve të listës serbëve dhe kërcënime. Aparati shtetëror i Serbisë ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të dëmtojë subjektet rivale serbe, veçanërisht Partinë për Liri, Drejtësi e Mbijetesë, za Slobodu i Pravdu Opstanak të Nenad Rashićit, ministrit të qeverisë sonë për komunitetet dhe kthim, dhe Demokracia Serbe apo Srpska Demokratija të Aleksandar Arsenijevićit, por po ashtu edhe votuesit e subjekteve të komuniteteve tjera, kryesisht Rom e Ashkali. Ai tha se mediat e kontrolluara nga pushteti në Beograd kanë shpërndarë dezinformata së bashku me 2 mediat ruse, Sputnik Serbia dhe Russia Today Balkan. Ministri për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić, tha se lista serbe me mbështetjen e autoriteteve në Serbi ka përdorur të gjitha metodat për të fituar të 10 mandatet që i takojnë komunitetit serb në Kosovë. Znači oni koriste kosovske Srbe kao jedan mehanizam upravljanja. Autoritetet serbe i përdorin serbët e Kosovës si mekanizëm për menaxhim, mekanizëm ky që shpesh është edhe si element për destruktivitet. Ata nuk duan që ne të kemi integrim të plotë dhe një jetë në harmoni në Kosovë, por pikërisht të kundërtën, tha zoti Rashić. Lista serbe, subjekti kryesor i serbëve të Kosovës, hodhi poshtë akuza, ndërsa theksoi se ka siguruar mbështetjen më të madhe të popullit serb. Ne jemi po aq krenar që qëndrojmë në flamurin e Serbisë dhe kemi mbështetjen e presidentit Aleksandar Vučić, se fal kësaj mbështetje serbët mbijetojnë në këto zona dhe Nenad Rashić qëndron në krah të Albin Kurtit, që dëshiron të dëbojë çdo gjë serbe, thuhet në reagimin e listës serbe. Vëzhgues të zgjedhjeve nga institucionet evropiane në raportin e tyre për zgjedhjet në Kosovë theksuan se autoritetet e Serbisë kanë ndërhyrë në zgjedhje duke mbështetur një nga 6 partitë politike të serbëve të Kosovës. Sipas rezultateve paraprake, lista serbe ka fituar 9 nga 10 vendet që i takojnë të komunitetit serb, me që një e fitoi Partia e Pavarur Liberale e ministrit aktual për komunitete dhe kthim Nenad Rashić. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.